jam i vetmi sot që jam i shokuar nga ato që dëgjova gjatë gjithë paraditës, sidomos për 21 janarit. Edhe gjithë ditën këtu kam menduar se si do mbrohesha unë, sikur të më kishin akuzuar se kam vrarë një apo më shumë njerëz. Ajo që u tha sot tu, nga ana juaj, është se pushteti nuk merret me dhunë. Dhe që pushteti mos merret me dhunë, thatë ju, duhet mbrojtur me armë. Unë them se s'është kështu tamam. Në s'mund të jetë kështu. Pushteti mbrohet me armë kur sulmohet me armë. Po ky nuk ishte rasti 21 janarit. 21 janar ata që shkuan për të protestuar nuk kishin asnjë armë xha. Asnjë pistolet, asnjë kalashnikov, asnjë bombë. Dhe kjo është e provuar. Ne do të kthehemi mbrapsht për t'ju bindur se e keni gabim. Në fakt kjo do i kushtoj shumë. Mënyra se si mbroni 21 janarit do i kushtoj shumë gjatë. Në 20 vjet unë kam qenë 2 herë në bulevard ku ka pasur shtën armësh. Hera parë ka qenë 14 shtator vitit 98. Atë ditë kam qenë brenda kryeministrisë. Hera dytë ishte në 20 janar 2011. Atë ditë kam qenë jashtë kryeministrisë. Po në të dy rastet armët e kishit ju. Herën e parë në 14 shtator 98, kryeministria u sulmua me armë. Qeveria që ishte aty u qellua me armë. Dhe qeveria e kohës, sigurisht që bëri mirë, në vend se të mbushte arkivolet, vendosi të lindë zyrat bosh. Iku për mos vrarë njëri. Edhe kam përshtypjen që koha i dha drejt. U bë kjo zgjidhje për atë që theksova, sepse mos kishte arkivolet mbushura siç ndodhi 21 janar. Ata që qelluan atë ditë. Në 14 shtator 98 e pushtuan në fakt, ai ishte kryeshtet. U pushtua kryeministria dhe televizioni shtetror për gati 10 orë. Edhe ky brez që ne jemi sot në parlament e mban mend. Nuk e di e mbajmë mend ata që janë më të rrisë ne. Po ne këtu e mbajmë mend dhe shpresoj që nga deputetët PD-s mos ketë njerëz sot që ka dalë atë ditë me kalashnikov në dorë. Unë i pyes sot çfarë ishte 14 shtatori? Ishte kryeштeti? A u sulmua shteti me armë në mënyrë të palishme, brutale, të dhunshme? Sigurisht që po. Po këtu marron këtu. Se ç'është për ju e dikush është. Nëse 14 shtatori ishte sulm me armë ndaj shtetit, atëherë me kë jeni ju? Me 21 janarin apo me 14 shtatorin? Me të dyja s'mund t'jeni. Nuk mund t'jesh edhe me 14 shtatorin, edhe me 20 janarin. Se ç'a thoni ju? Në 21 janar thoni na sulmuat ju. Po në 14 shtator kush sulmoi? Pra kë mbroni ju nga të dyja? Dhe si ka mundësi në të dy rastet jeni krahun e armës? Nuk kemi qenë në krahun e armës, se s'është provuar. Që dikush nga ne ka pas armë, të lutem shumë. Të lutem shumë. Kushdo qoftë, Azem Hajdari zotëri u provua që s'e ka vrarë askush nga ne. Jo, u provua që s'e ka vrarë askush nga ne, dhe mos të pret. Mos tërprisni kolegët zoti Sheu. Pra po ju kthehem ke 14 shtator dhe 21 janari. Duhet zgjidhni me kë jeni. Po prap po them, me çdo që të bëheni keni gabim. Në të dy rastet jeni krahun e gabuar të historisë, se jeni në krahun e dhunës. Si në opozit, si në pushtet. Edhe kjo që zgjidhje do ta bëni në perspektivë. Sepse nëse nuk e bëni sot, ka rrezik larg qoftë. Mund ta përsërisni ju. Unë do ja them, jam menduar gjithë këto vjet sepse gjithmonë ne mund të kemi shumë gabime, me takse, me koncesione, me korrupsion, me luftë pa mjaftueshme kundër varfërisë, po nuk kemi zgjedhën e armët për zgjidhjen e punë. Kjo është zgjidhja juaj historikisht. Në fakt gjithë këto vjet jam menduar si ka mundësi. Se sa herë ndahet, vjen puna për të ndarë në gjë, ju jeni në krahun e armës. Edhe kam një përgjigje, në fakt shpresoj që mos jetë vërtet, po kështu është. E di pse? Sepse i shkoni kanunit. Kush është ndryshimi mes kanunit dhe ligjit? Ligji nuk e nxit vetë gjyqësinë, kurse kanuni inkurajon. Edhe ju e keni ndërtuar partinë në 20 vjet mbi themel kanunor. Dhe nuk po ikni dot, sepse nëse do të hiqni kësaj këtij frymëzimi kanunor, jo ligjor, do kishte pasur burr sot. Sot të parlament nga ana juaj, dhe kjo është fatale për i parti, që thoshte po e kemi gabim ne. Ose në 14 shtator e kemi gabim, ose 21 janar e kemi gabim. Në dy raste kemi shkaktuar viktima. Askush s'e bën. Dhe jam i bindur që duhet ka ardhur ta bëni një diferencë. Të ketë dikush nga ju për të bërë një lavazh shpirtëror, nëse mund të quhet e tillë, që të pranojë që dhuna dhe arma nuk është një instrument për gjithë problemet tona. Mija do ju shkone më larg se kaq. Edhe kjo është dhe më e dhishme që do t'ju them.
duke mos pranuar që keni vrarë Aleksin, Hekuranin, Ziverit edhe Faikun, në fakt e keni vrarë 2 fish ju. 2 fish e keni vrarë. Dhe dëmi që keni bërë shumë i madh, e di pse. Ju keni ngjallur dyshimin se në Shqipëri, nëse proteston kundër qeverisë, edhe mund të vritesh. Po këtë dyshim nuk e ka sot një turk që proteston kundër qeverisë vet, se ka një gjerman sigurisht, se ka një makedonas, se ka një grek. Edhe ata bëjnë protesta, po nuk vriten, të paktën në 56 vitet e fundit, kur protestojnë kundër qeverisë. Kurse në rastin tonë, në Shqipëri, për shkak të 21 janarit, ju shkurtuat fatkeqësisht, jo vetëm me 4 burra, po më shumë se kaq, listën e njerëzve që mund të reagojnë kundër qeverisë. A dini, jo ka menduar në njeriu çfarë do bënin këta 4 burra, sikur ishin gjallë sot. Unë them që do kishin arsye prapë ata dilin protest. Sepse megjithëse u vran, arsyet për të protestuar nuk kanë mbaruar. Po sot ata nuk mundën se i vrat. Mund të kishin arsye të dilnin kundër pavarfrisë dhe kundër papunësisë në protest. Po se bëjnë dot se janë vrarë. Mund të kishin arsye të dilnin kundër ligjit të arsimit të lartë, që mbasi si mbrojnë interesat publike të fëmijëve të tyre, se të varfërshin 4, po nuk dalin dot protest me studentët, se janë vrarë. Mund të kishin arsye të dilnin protest kundër ligjit të pronave, nëse dikush nga ata mendonin që ky ligj po miratojnë sot dhe që është kthyer nga presidenti është i padrejtë. Po nuk dalin dot se janë vrarë. Mund të kishin arsye të dilnin protest për gjithçka, se përmbyten, se vidhen, se ka korrupsion, se ka padrejtësi. Po nuk dalin dot se janë vrarë. Janë të 4 ata. 4 vetë. Dhe problemi është që bashkë me ata të 4 është mbytur dhe është përmbytur. Edhe është lemerisë, është braktisur fryma e protestës në Shqipëri. Edhe kjo është dëmi më i madh që 21 janari dhe gjithë ata që e mbrojnë i kanë bërë shpirtit të reagimit të shqiptarëve sot. Në këtë kuptim, u them se 21 janari është më shumë se kaq, ta themi ne. Dhe nuk është vetëm një vrasje 21 janari. Se 21 janari vitit 2011, siç e thash, kemi shkurtuar numrin e protestuesve në Shqipëri. I kemi trembur. Dhe duke e vrarë, në fakt, duke e vrarë 21 janar, e kemi kthyer 21 janarin në një ditë aleate të çdo qeverie në Shqipëri. Edhe kjo është çështja. Se 21 janari, në fakt, mund ta them me ironi, po s'është ironike kjo që do them, mund shpallet si dita e fitore së çdo qeverie kundër popullit vet. Edhe kjo është një nga arsyet që unë s'kam besim se për 21 janarin do ketë drejtësi. Se sot për sot në Shqipëri është e pamundur, është fatkeqësisht e pamundur që populli të fitojë një gjyq kundër qeverisë vet. Dhe kjo është çështja.